Në rubrikën Dritë mbi dilemën, të realizuar në bashkëpunim me Myftininë e Shkupit, sot trajtojmë një temë aktuale që bëhet veçanërisht e rëndësishme në muajt e verës, pushimet dhe rekreacioni në këndvishtrimin islam. Cili është qëndrimi i fesë islame ndaj pushimeve? A është plazhi i lejueshëm për një musliman? Dhe cilët janë kufit që islami i vë kur bëhet fjalë për argëtim? Për t'ju përgjigjur këtyre pyetjeve me ne është Hoxh Amel Kurtishi, i cili do të na ndihmojë të kuptojmë më mirë se si të balancojmë relaksin me vlerat fetare. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, Allahun e falenderojmë, mbi pejgamberin ton salavatet i dërgojmë. Islami në esencë nuk ka ndonjë dispozitë të veçantë lidhur me pushimet, edhe me rekreacionin. Do me thonë, këto veprime bëjmë pjesë në ato gjëra që me dispozitën e përgjithshme e lejimit janë veprime të lejuara. Kjo quhet e dispozita e përgjithshme. Ndërsa ajo që e bën që një pushim apo një lloj i rekreacionit të shndrohet në diçka që është ndaluar, është mënyra apo diçka që njeriu janë vesh atij rekreacionit. Për shembull, nëse njeriu shkon në pushime, shkon në natyrë për të pushuar, për të relaksuar, për ta pastruar mendimin e tij që e ka negativ, për ta larguar energji negative, nuk ka asgjë të keqe në këtë. Por nëse këtë pushim ai e përlyn, ta themi, apo e ndot me diçka që është e ndaluar, në këtë situatë ai pushim nga diçka që ka qenë e lejuar, diçka që ka qenë normale, diçka që ka qenë e rëndomt, shndrohet në diçka që është e ndaluar. Për shembull, nëse në pushime shkon, edhe aty konzumon alkool, apo konzumon diçka që është e ndaluar, apo përzihen gjinit në mënyrë që nuk është e lejuar sipas Islamit, domethënë pa mbulesën që e kërkon Islami. Nëse aty bëhet për shembull vjedhje, apo bëhet përgojim, bëhet vepra të ndaluara, në këtë rast ky pushim dhe ky relaksim nga vepër e lejuar, vepër e rëndom, shndrohet në diçka që është e ndaluar. Pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një ditë i ka këshilluar shokët e tij dhe ju ka treguar qartë se në Islam nuk ka ndalesë që njeriu të pushon, të relaksohet. Një ditë kanë ardhur shokët e tij tek Muhamedi alayhis salam dhe i kanë thonë, kur jemi me ty, vazhdimisht jemi të përqendruar dhe të përkushtuar në adhurime. Ndërsa kur largohemi, disi na kaplon dunjaja dhe e harrojmë fenë dhe e harrojmë dispozitat e fesë. Atëherë Muhamedi alayhis salam ju thot një fjalë që ka mbetë si një rregull i përgjithshëm, es-sa'a fe-sa'a. Një moment për përpjekje, për përkushtim në adhurim, ndërsa një moment le të jetë për të çlodhur, për të pushuar, për të relaksuar dhe për të arritur një qetësi të trupit dhe të shpirtit. Pushimet verore të ne, kjo si rezultati i globalizimit, janë caktuar disa kohë të veçanta për pushime. Kemi pushimet dimërore, kemi pushimet verore. Pushimet verore ndodhin në verë kur nxënësit janë në pushime dhe prindërit shumica që janë në punë e marrin kohën e pushimeve. Siç e tham, nga aspekti i përgjithshëm, dispozita ose ato lejohen dhe nuk ka diçka që mundet me ndalu robit, njeriu që të kënaqet me mirësitë e Zotit Allahu subhanahu wa taala. Edhe deti është prej begative që Allahu i ka krijuar për njeriu. Edhe natyra është prej begative dhe mirësive që Allahu i ka krijuar për njeriu. Allahu në Kur'an thot: "Thuaj kush i ndalon të mirat që i ka krijuar Zoti për njerëzit në këtë botë." Ata janë të veçanta, domethënë enkas janë të dedikuara për njerëzit e mirë, për besimtarët. Prandaj, nga pikpamja e përgjithshme, është e lejuar. Por, siç e tham edhe më herët, nëse atij veprimi të relaksimit dhe të pushimit gjatë verës i bashkangjitet diçka që është e ndaluar, atëherë dispozita ndryshon. Domethënë, këtë kjo varet nga piknisja, nga qëllimi, nga vullneti i njeriu. Nëse ai e ka qëllimin që të pushon, edhe mundohet të largohet nga gjërat e ndaluara dhe nuk e njollos atë veprim me diçka që Zoti e ka ndaluar, sikurse është për shembull zhveshja, e cila ndodh nëpër plazhe dhe kështu me radhë, atëherë në këtë situatë apo nëse largohet nga plazhet e përziera ku ka gjinia mashkullore dhe gjinia femërore janë në formë edhe në paraqitje që nuk e arsyeton as nuk e pranon Islamin, në këtë situatë pushimet verore janë të lejuara. Ndërsa nëse kështu nuk vepron, atëherë ato shndrohen në
diçka që është e ndaluar nga pikpamja e Islamit. Me bo plazh nuk është e ndaluar. Me bo plazh do më thonë me shku afër detit, me qëndru në plazh edhe me do më thonë me notu në det. Problemi është nëse kushtet aty janë kushtet të cilat nuk i arsyeton as nuk i pranon Islami. Nëse aty ka për shembull persona të gjinisë së kundërt, kjo vlen edhe për meshkujt edhe për femrat, që janë me veshje jo të përshtatshme, domethënë janë të zhveshur. Nëse aty ka përzierje mes gjinive, nëse aty ka domethënë veprime që nuk janë të lejuara, për shembull konzumimi i alkoolit edhe gjëra të tjera që bëhen nëpër plazhe. Në këtë situatë, ky lloj i bërjes plazh është diçka që feja e ndalon. Edhe kjo ndalesa nuk duhet ta kuptojmë si diçka që e kufizon njeriu, apo kufizon lirinë e tij, por është diçka që na siguron neve ta mbrojmë nderin, ta mbrojmë arsyen, ta mbrojmë shëndetin ton, sepse gjërat që Zoti i ka ndaluar janë gjëra që më së shumti i bëjnë dëm njeriut edhe shumë pak ka dobi në ato vepra. Prandaj pushimet në përgjithësi dhe plazhi në përgjithësi janë të lejuar, por njeriu duhet t'i krijon kushtet në të cilat nuk do të bën mëkate ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe në këtë mënyrë do të kënaqet më mirë edhe do të jetë i mbrojtur prej pasojave negative që i kanë ndalesat në jetën e njeriut sipas pikpamjes islame. Ky ishte qëndrimi i Hoxh Amel Kurtishit lidhur me pushimet dhe rekreacionin në këndvështrimin islam. Shihemi të premten e ardhshme me tema të tjera në rubrikën Dritë mbi dilemën.